Debati akademik në mbledhjen e Këshillit të Fakultetit të Mjekësisë të UP-s ka eskaluar me konflikt verbal, vërsulje dhe sjellje jo akademike në mes të profesorëve. Fehem Haliti, profesor asistent gjatë mbledhjes, ju vërsul asistentit Driton Vela. Vërsulja u amortizua nga ndërhyrja profesorëve të tjerë të cilët hynë në mes për të qetësuar gjakrat. Në këtë mbledhje, Arbrita Uka, kam monitoru krejt çka ka ndodhur, por e kam pas të ndaluar me filmu me kamerë. Për këtë arsye, kemi vetëm audio ingjizim për mbajtjen e të cilët po ua shpjegoj. Sipas planit, Këshilli sot ka pas me diskutu për çështje akademike, por diskutimet akademike përfunduan në fjalosje në mes profesorit Haliti dhe asistentit Vela. Shkëndija e konfliktit lindi gjatë kohës kur profesori Haliti po mbante fjalem. Haliti u ankua para të gjithëve se prodekania Miranda Stavileci kishte lëvizje në mimikën e fytyrës që e penguan atë. Gjatë këtij reagimit të Halitit, reagoi asistenti Vela, i cili tha se nuk je model i sjelljes. Kjo ndezi gjakrat dhe provokoi ngritje në këmbë në pozicion sulmit të profesorit Haliti. Unë po bajtona me një gjonë që edhe po i vjen që është të përfundimi që prodekania Stavileci e thasë që në propozimin të kemi propozu konkurs për katedra të ndryshme, pa një propozim të katedrat që përshën një shkelje nga ana ju. Ja, së shkelja, ja. Dhe mendoj që në rast se prodekania ka propozu, atëherë ka unë në Fakultetin e Mjekësisë privatizohme e kësaj forme, dhe këta me fjallë e ju, që tani mundën e me këthy, edhe gjërime shqyrëzohet që janë të gjërua aty edhe i kemi. Mirë po, në rast se nuk kemi nevojna se mi nuk kemi me reagime ashtës pahishme për dekonë se s'ka hi se i kemi moshtë dhe temë, që kujdes me reagimet e tua se nuk ka hi. Kje model për sjellje. Korrekt, nuk je model. Shumë si jep, i gjëra. Këto debate akademike u tentua të qetësoheshin në vazhdimsi nga dekani Sefeden Muçaj. Ai kërkonte që profesori Haliti ta liroj sallën dhe mbledhja të kthehet në normalitet. Shqipë të ki jo korekte, profesor Fem. Fjallet ta jaka. Dhe nuk i nevoj më në të përkak. Nuk është fjallë time. Una? Nuk më në ndërhyjt i kështë fjallë time. Kur të maj fjallë. Po ofendan. Po ofendan. Përfondaje dhe te lutem dil jashtë. Jashtë më me dalë. Dil jashtë. Absolut. Ti nuk je këtu prezent. Absolut. Nuk jo, ti nuk mund prezent prezent. Atë për mbylli, i thua se ta me bë skandal, atë shkon deri në fund, po ti ki me liru sallën. Absolutikisht. Je ke ofendu. Lutem lirë sallën. Debati vazhdoi për disa qaste në kërkesën për të liruar salla. Për të krijuar një hapësirë, dekani Muçaj kërkoi 5 minuta pauzë. Gjatë pauzës, Haliti ka shkuar të afrohet tavolinës ku ishte i ulur Vela, sërish stafin ndërhyri për të qetësuar gjakrat. I kontaktuar nga Kallzo.com, profesori Vela tha se është në kontakt me avokatin e tij, me të cilin është duke shqyrtuar mundësinë që rastin ta dërgojë në polici. I apostrofuari tjetër i kësaj ngjarje, profesori Haliti, në një bisedë me telefon i ka thënë Kallzo.com se nuk ka diçka kundër kërkujt dhe se nuk ka vend për kërkimfalje, pasi ai tha se nuk i ndërhyu askujt përderisa kanë folur gjatë mbledhjes. Në ndërkohë, mbledhja e Këshillit të Fakultetit ka vazhduar, por pa prezencën e profesor Halitit.